Përshëndetje nga Starsta të Albana Osmani Production. Jemi sot këtu për të ndjekur nga afër kompeticionin Gen E Albania. Të rinj nga e gjithë Shqipëria janë ndjetur sot këtu dhe ne do të shohim punimet e tyre nga afër. Do jepen 10 çmime dhe fituesi përfaqëson Shqipërinë në Athinë. Do u bëjmë pyetje pikante. Po më të në ndiqni! Si jeni? Keni emocione sot? Pak. Pak. Po ju tjerët? Pak. Unë ma shtegoni pak, çfarë keni krijuar? Pra, përshëndetje, në kompania jonë quhet Eviora, ndërsa produkti jonë quhet Dreamwave. Pra, kjo është një pastruesare i cili në brendësi të tij ka dritë atlet, e cila dritë atlet ju mund të përdorni për shembull si një ambazhur për natën. Nuk e di, jeni të reja vetë dhe dini që keni qef ato dritë atlet që ndodhen nëpër muret e dhomës gjumit? Po, shërbejnë dhe për foto, për diçka. Nuk mund të argëzoni aq shumë për shpenzimet e kotën, e keni në brendësi të kësaj. Gjithashtu, keni orën, e cila është një orë digjitale dhe këtë orën ju në këtë orën keni datën, keni muajin dhe gjithashtu keni temperaturën e dhomës dhe mund ta përdorni dhe gjithashtu si një muzikë për një alarm për në mëngjes për shembull. Po, kjo këtu është temperatura? Po, dita data, po sa të duash. Dhe gjithashtu gjëja tjetër shumë e bukur që kemi është se ka një aromatizues. Aromatizuesit i kemi në disa formate, pra kemi disa që këto janë në fakt janë të gatshme, por ne jemi duke punuar për diçka edhe më të bukur, diçka edhe më të madhe. Mund ta ndjej aromën këtu? Po, mund të zgjedhësh këtë duash, këtë kesh e dëshirë. Ngjyra. Tani, ne po bashkëpunojmë me një kompani në qytetin e Durrësit dhe ajo do na ndihmoj që ne nga që jemi në një zonë, Prenja se është një zonë që ka goxha bimë barështore të cilat janë dhe mjekësore dhe ato ne do na ndihmojnë të përdorim ato bimë për të krijuar aromatizues natyral, që të cilët do të jenë antibakterial dhe për personat të cilët kanë alergje. Ky është qëllimi i kompanisë tonë. Ne sot presim edhe fitore në fakt, se kemi goxha guxim dhe inshallah fitojmë. Më pëlqen, dhe sa do të pyesja, pra ju nuk shikoni asnjë konkurrent të rrotull? Jo, shikojmë konkurrent, Fitore se jona. Eviora, pasërti në çdo frymarrje. Nga ju erdhi frymëzimi? Tani, ka qenë ka qenë thjesht një ditë ku jemi shumë lodhur dhe tham ti vendi duhet diçka më re. Dhe menduam të krijojmë një pastruesare. Ka shumë vërdall, por nuk është si ky. Thjesht është shumë minimalist, shumë i vogël dhe shumë praktik. Pra ne kemi menduar që mund ta merrni në zyra, mund që ta merrni tek dhoma e gjumit, mund ta merrni në kuzhinë, mund ta lini tek dhoma ku flen fëmijët tuaj. Është produkti më i duhur për tregun shqiptar, por edhe në mbar botën. Neve si kompani kemi prodhuar Vekfinder, që do të thotë gjetës i rrugës. Ky është një shkop për të verbrit, i kemi ardhur në ndihmë të verbërve, duke përdorur një Arduino Nano si truri në sistemi dhe një sensor